Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës po hapen gjithnjë e më shumë qarje që nuk po fshihen më as me deklarata optimiste e as me slogan bashkimi. Rikthimi i Vjosa Osmanit në orbitën politike të partisë, në vend se ta qetësoj situatën, duket se ka thelluar dilemat për drejtimin që po merr Lidhja Demokratike. Nga njëra anë përshihet si tentativë për ngritje politike, e nga ana tjetër si përplasje mes një leadershipi që kërkon mbjetesë dhe një pjesë të strukturës tradicionale që ende nuk e ka kapërdir rrugtimin e saj politik me Albin Kurtin. Në këtë klim pasigurie, kritikat po shtohen se LDK-ja po hyn në një fazë ku betejë kryesore nuk zhvillohet më me kundërshtarët politik, por brenda vetës. Anëtari i PSD-s, Bardha Ahmeti, ka vënë në fokus raportin politik mes Vjosa Osmanit dhe kreut të LDK-s Lumir Abdigjikut, duke cituar atë si një marrëdhënie të ndërtuar mbi interesa të ndërsjellja politike dhe kalkulime për pushtet. Sipas tij, ky raport po ndikon drejt për drejt në dinamikat brenda opozitës, ku pozicionimet dhe bashkëpunimet nuk po udhhiqen nga parimet të qarta politike, por nga nevoja për mbjetesë dhe forcim elektoral në prag të zgjedhjeve. Në fakt, Vjosa Osmani është veç fluska e radhës së opozitës. Domethënë, dikush i cili i ka shërby Kurtit për krejt mandatin. Edhe nuk po e them unë, Vjosa Osmani në emisionin e parë të saj ka thonë që unë i kam shërby Kurtit, unë jam kon gati mi shërby Kurtit edhe për mandatin e ardhshëm, mirë po Kurti ka refuzuar me bashkëpunu me mua. Domethënë te keni presidente e cila tregon qysh ja ka caktuar dhe datën e zgjedhjeve. Unë ja kam caktuar dhe datën e zgjedhjeve që i ka konvenu, mirë po Kurti s'ka dashur me bashkëpunu me mua. Në këtë rrethon, dikush që pranon që i ka shërby Kurtit dhe që ka qenë e gatshme me shërby edhe për një mandat, nuk ka qysh me qenë alternativë përballë Kurtit. Domethënë, nuk ka qytetar në Kosovë sot, nuk ka figurë publike, politikan që din me tregu ty cili është dallimi në mes të Kurtit dhe Vjosa Osmanit, cili është dallimi i tyre politik. Domethënë, edhe deklaratat e sotme të saj veç e vërtetojnë që në fakt kjo ka pas gatishmëri me shërbim, mirë po Kurti nuk ka dashur. Është këtë ky raport, edhe me Lumirin, është raport për interesa personale. Vjosa Osmanit pi vyn LDK-ja sepse është e vetëdijshme që të shkon zgjedhje vet ka rrezik të madh mos me kalu pragun, ndërkohë Lumir Abdigjiku është i vetëdijshëm që po i cenohet zgjedhjet më shumë pushteti si kryetar i LDK-s. Pra, kjo është një aleancë, jo për me pështu LDK-n, jo për me ndërtu opozitarizëm Kosovë, kjo është një aleancë që duhet me shpëtu karrierën e tyre. Në këtë situatë, unë jam i bindur që qytetari i Kosovës e lexon drejt edhe nuk shkon drejt kësajna, sepse cila është ideja me votu dikën që s'ka dallime politike me Kurtin, për ashtu të e voton Kurtin. Pra është aleancë destinuar me dështu. Ish diplomati Blerim Canaj ka vlerësuar për ekspoze se brenda Lidhjes Demokratike kanë ekzistuar përplasje të vazhdueshme edhe më herët, të cilat janë thelluar pas rezultateve të fundit zgjedhore. Sipas tij, pakënaqësitë brenda partisë janë reflektuar në deklarimet e figurave si Abdullah Hoti dhe Hykmete Bajrami, veçanërisht pas dobësimit elektoral të LDK-s në ndrejtimin e Lumir Abdigjikut. Canaj ka shtuar se pavarësisht tensioneve të brendshme, bashkëpunimi me Vjosa Osmanin mund të ndikoj pozitivisht në performancën zgjedhore të LDK-s në raport me zgjedhjet e kaluara. Shqipëria përplasjet kanë qenë edhe më herët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kemi parë edhe deklarimet e zotit Hoti, edhe të zonjës Bajrami, sidomos pas debaklit të cilin e ka psuar Lumir Abdigjiku me LDK në zgjedhjet e fundit, aty kanë filluar pakënaqësitë. Tash e kemi parë një farë tolerance nga zonja Bajrami, që them të drejtën, në raport me ardhjen e zonjës Osmani dhe si duket edhe këta, megjithatë, nuk është se e presin keq, për shkak se në fund të ditës betejat të cilat ndodhin pas zgjedhjeve, të cilat do të ndodhin, jam shumë i sigurt, janë të qarta, mirë, po gjatë zgjedhjeve LDK-ja me Vjosa Osmanin mund ndoshta të performoj më mirë se sa herën e fundit, për shkak se shiqani tani LDK-ja është një parti tradicionale, shtet formuese e cila ka mbetur e treta me 13% dhe është dëm jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por është ndoshta edhe për vetë Kosovën dëm, për shkak se dim që shteti ka nevojë për përvojën e atyre partive, edhe pse të them drejtën, kur flas për përvojën, jo që kemi njerëzit të cilët e kanë bërë shtetin brenda këtyre partive. Analisti politik Shamsia Ashari ka thënë se brenda LDK-s ekzistojnë mospajtime të mëdha për mënyrën e qeverisës së brendshme dhe drejtimin e partisë.
Sipas tij, po vërehet një përplasje mes leadershipit aktual dhe antarësisë tradicionale, e cila është thelluar sidomos pas rikthimit të Vjosa Osmanit në skenën politike. Tashmë është një sekret publik. Gjithë e dinë që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka mospajtime të mëdha për mënyrën se si qeveriset brenda LDK-ja, mospajtime të disa figurave që janë bukur moti edhe me emër brenda LDK-s me udhëheqjen e zotit Lumir Abdigjiku, sidomos pas rezultatit fundit zgjedhor. Dhe i gjithë ky diskutim që po ndodh me një mungesë qartësie se si do të vazhdoj tutje Lidhja Demokratike e Kosovës. Tashmë kur jemi edhe në procesin zgjedhor të zgjedhjeve nacionale, domosdoshmë është e natyrshme që secili subjekt politik tenton që ato mospajtime të mëdha që i ka mes veti të izbej, të eliminojë dhe të mos shkaktojë më shumë përçarje. Po me një fjalë ka një mospërputhje në mes të leadershipit dhe antarësisë tradicionale që është sidomos me kthimin e Vjosa Osmanit pas gjithë atij rrugtimit 5 vjeçar me zotin Kurti, e që ishte në fakt kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai ka shtuar se ky zhvillim mund të ndikojë më shumë në rritjen e mbështetjes për Albin Kurtin sesa në forcimin e vet LDK-s, për shkak të perceptimeve të krijuara nga bashkëpunimet e mëhershme politike. Lidhja Demokratike, një pjesë e Lidhjes Demokratike e ka prit me entuziazëm kthimin e Vjosa Osmanit. Megjithse në afat shkurt mund ta ketë një ndikim më shumë në votat që do të merr zoti Kurti për shkak të përçarjes që i ka dhe atij premtimit thyer se ne dy bashkë do ta bëjmë mrekullin, sesa që do të sjell vota. Po ato vota që do të sjell ka rrezik që një pjesë të elektoratit tradicional militant të LDK-s nuk do t'ia fal lehtë dëmën që zonja Vjosa Osmani ka bërë LDK-s duke sjell partinë e tretë me një numër deri në 13% tashmë kur ka dalë nga LDK-ja, dhe patjetër që do t'i ndihmoj në rikthim në një numër caktuar, por nuk do ta ketë efektin që e presin një numër i aktivistëve të LDK-s, sidomos pas shpërfaqjes të mospajtimeve edhe me kryeqytetin tash me zotin Përparim Rama. Më thonë atij lajmit të madh që mundun ta sjellin me takimin e djeshëm kur Vjosa Osmani e mori konfirmimin për kryesisë që do të kthehet, e mori vëmendjen vendimi i Përparim Ramës për t'i shkarkuar drejtorët propozuar nga Lumir Abdigjiku dhe për t'i hapur rrugën në marrëveshje koalicioni me parti tjera që përfaqësojnë kuvendin e Prishtinës. Që ka përçarje në këtë parti po vrihet në komunën e Prishtinës, ku udhëheq Përparim Rama po i kësaj partie. Ai ka shkarkuar drejtorët e drejtorive të ndryshme në komunë që vinë nga LDK-ja dhe ishin krah i djathtë i Lumir Abdigjikut, duke emëruar drejtorë që janë pjesë e PDK-s. Për këtë, analisti e tonalimit tha se Rama s'ka fituar i vetëm në Prishtinë, por me ndihmën e Partisë Demokratike të Kosovës, këtë të mirë sipas tij po mundohet ta kthejë. LDK-ja ka fituar në komunë Prishtinës me marrëveshje politike qoftë ndër tavolinë, qoftë jashtë. Sidoqoftë, unë mendoj që ka pas marrëveshje politike dhe ka, po tash çysh që dojnë kulashin brenda është ata dhe polarizimet në mënyrë hipotetike të mes kryetarit Abdigjiku apo Ramës dhe njerëzve të tyre nuk mujna na mi përbesuar se mi u qit emna, se përderisa nuk jem brenda nuk muj me ditë informata të saktë dhe mujna veç me aludue në atë kohë pozitiv. Po derisa ka shkarkime të zotit Sokolavollë dhe emëron njerë të partive tjera, kjo leme në kuptu që ata kanë pas marrëveshje dhe një farë forme e kanë borçin për mja këthy që ja ka dhunat fitoren. Kosovë në puna shtetënore, nuk mund me punë nëse nuk qënë partia ose në format tjetëre. Kjo s'du t'i përmani, po si do shohë dhe nuk është tem tabu dhe më bo dhe në gjdo mision e tjera, se në Kosovë nuk hin punë pa lidhe. Shkolla, Sibia jenë përparësi për me të qitë në rendi pari, po pa intervenu partia, po dikush të njën punë. Në anën tjetër, ish diplomati Blerim Canaj ka thënë se bashkimet brenda LDK-s po shoqërohen me ndasi të brendshme dhe një betejë brenda llojit, duke krijuar pakënaqësi në një pjesë të partisë. Ai thekson se forcimi i Lumir Abdigjikut po ndodh paralelisht me tensione të brendshme, ndërsa rikthimi i Vjosa Osmanit mund ta arrisë mbështetjen e LDK-s në zgjedhje, pa ndryshime të mëdha në skenën politike. Po tash të gjithmonë bashkimet janë të mira për partitë, po forma, sepse dhe si pastaj lë goxha për të dëshiruar për shkak se kam përshtypjen që këtë bashkim brenda LDK-s po zhvillohet jo vetëm
si një betejë të cilën do ta bëjnë në zgjedhjet e ardhshme, por duket që është edhe një betejë brenda llojit. Sikur parafrohen dy meq të cilët nga dikun 40% të partisë ndoshta mund të jenë të padëshiruar gjithmonë duke u bazuar në rizgjedhjen apo zgjatjen e mandatit të zotit Abdi Gjiku dhe ajo e forcon zotin Abdi Gjiku brenda partisë. Në anën tjetër, kur i mendojmë zgjedhjet në të cilat po futemi, atëherë mund të them që Vjosa Osmani ndoshta mund të jetë një oponencë e mirë e Albin Kurtit, që ja jep një përparësi lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk do të prisja ndonjë ndryshim kush e di se sa të madh, mirë po do të pres një ngritje të lidhjes demokratike, të cilën ja sjell zonja Osmani, e cila në fund të fundit edhe ja ka një borxh, për shkak se gjithë e dim që votuesin tradicional të lidhjes demokratike pikërisht Vjosa Osmani e ka mësuar që ta votoj lëvizjen vetëvendosje dhe disi është thyer ajo vija të cilën e kanë mbajtur votuesit tradicional të lidhjes demokratike. Në anën tjetër, Shemsia Ashari ka komentuar mbledhjen e fundit të kryesisë së lidhjes demokratike, duke vlerësuar se mungesa e figurave si Abdullah Huti dhe Hykmete Bajrami sinjalizon probleme të mbrëmshme në strukturat e partisë. Sipas tij, sloganet politike brenda LDK-s nuk pasqyrojnë realitetin e brendshëm, për shkak të mospajtimeve dhe sfidave organizative. Ai ka shtuar gjithashtu se edhe opozita në tërësi përballet me dobësi strukturore, duke bërë më të vështirë balancimin ndaj pushtetit aktual. Mungesa një figure si zoti Abdullah Huti, një ish-kryeministër, ai që ka firmos një marrëveshje shumë të rëndësishme në shtëpinë e bardhë, edhe njënës për deputeteve më aktive, si që është Hykmete Bajrami, është një sinjali qartë për problemet që janë brenda strukturave të lidhjes demokratike. Më thonë, figura si këto që kanë qenë bukur aktive, sidomos zonja Bajrami, në denoncimin e paragullësive, e shkeljeve që qeveria Kurti i ka bërë, flet shumë, sepse nëse kjo ka mrri me u shpërfaqe dhe në publik, mund ta marrë me mend se sa të thella janë dallimet brenda vetë strukturave që nuk duken në publik. Prandaj kjo ideja dhe slogani për rikthimin e madh, bashkimin e të djathtëve, në fakt veprimet që po bëhen nuk po ndodh e njëjta. Edhe nominimi ose slogani se do të shkoj Vjosa për president dhe Lumiri për kryeministër është një tendencë me e repliku ato që ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2021, kur lëvizja vetëvendosje bashkë me Vjosën e garuan në të njëjtën mënyrë, Albini për kryeministër dhe Vjosa për presidente, po që nëse e shohim fuqinë politike, imazhin që kanë problemet e brendshme strukturore, do të mbetet vetëm një slogan. Në tërësi, zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës po tregojnë një parti të futur në një fazë të thellë rishikimi të brendshëm, ku dallimet mes leadershipit aktual dhe strukturës tradicionale po dalin gjithnjë e më hapur. Rikthimi i Vjosa Osmanit në orbitën politike nuk po shërben si faktor unifikues, por si element që ka shtuar dilemat për drejtimin dhe identitetin politik të kësaj partie.